Zoti Trump ishte në vendet e Arabisë, në Arabi Saudite, në Emiratet e Bashkuara, në Katar e tjerë. Dhe aty mori suport dhe mbështetje për faktor politik, por natyrisht këtu ka të bëjë edhe një faktor i rëndësishëm ekonomik që është nafta. A mund të ndikoj ulja e çmimit karburanteve nëpërmjet suportit këtyre vendeve dhe Shteteve të Bashkuara? Që të ulet çmimi i naftës. Çmimi për fuqi që të bien çmimet e karburantit. Puna e çmimit të naftës është një thik me dy presa për Shtetet e Bashkuara, sepse nuk jemi më në vitet 70 kur ne importonim naftë. Ne tani jemi një nga produsit, mos jemi produsit më i madh në botë. Dhe kur bie çmimi i naftës, ne përfitojmë ne si konsumator, por do të kemi parasysh që industria e naftës në Shtetet e Bashkuara dëmtohet dhe jemi në një nivel delikat nëse çmimi vazhdon të bie rreth $50 apo edhe më shumë, do të kemi shumë biznese në industri që mund të mbyllin portat e tyre të paktën apo ato punimet e tyre në mënyrë të përkohshme të paktën. Prandaj nuk e di sa qëllimi i tij ka qenë vërtet për të ndikuar për çmimin e naftës. Çmimi i naftës është rreth $60-70. Nuk është ndonjë çmim shumë i lartë për momentin. Nuk e di sa do të ishte në vërtet në ndihmë të Shtetet e Bashkuara për atë çmim të ulej më shumë, sepse siç e thash, do të ndihmoj konsumatorin, mund të ndikoj deri diku në çmimet, por nga ana tjetër do të dëmtojë edhe industrinë e nxjerrjes të naftës. A do të çojë kjo luftë tarifash në ndryshim të strukturës së prodhimit në Shtetet e Bashkuara? Një nga qëllimet e zotit Trump, që kuptoj unë, është që të zhvillohet më tej ekonomia amerikane, mos të çohen produkte amerikane që të prodhohen në vende të ndryshme. Njëherë në një shkrim që lexova ishte si prodhohej një divan apo një koltuk, edhe këmbët prodhoheshin në Vietnam, bazamenti prodhohej në Kinë, susat prodhoheshin në një vend tjetër, lëkura prodhohej në vend tjetër, montoheshin në Shtetet e Bashkuara, dilin made in USA. Kështu që shumë produkte, edhe mora një produkt të thjeshtë që mbaj mend, sot krijohen në shkallë globale, nuk krijohen në shkallë të prodhimit të një vendi. Pikërisht, nëse kjo rrugë do të vazhdojë, është e sigurt që struktura e tregtisë globale do të ndryshojë. Është më së sigurt, është patjetër, sepse ky është edhe qëllimi, ashtu si dhe ju e thatë. Por ajo që ne do të kemi parasysh është a duhet të ndryshojë. A duhet të ndryshojë. Dhe unë, meqense ne flasim me një audiencë shqiptare, do të thoja vetëm kaq gjë. Do të kemi parasysh që nuk ka asgjë ndryshe nga kjo që po ndodh tani në parim me atë që ne kemi tentuar bëjmë gjatë komunizmit. Gjatë komunizmit ne tentuam me asa kam njohuri unë të ndërtonin edhe makina në Shqipëri. Ishte diçka absurde, sepse ishte ideja do të punojmë të ndërtojmë ne këtu në Shqipëri. Në njëjta gjë është edhe tani, ti bëj makina tani me forcat tona. Njëjta logjik. Pavarësisht se normale metodat që përdoreshin në komunizëm dhe metodat që po përdoret tani është ndryshe, nuk mund ta, po si logjik ishte e ngjashme dhe arsyeja pse e sjell atë sepse ai ishte një rast shumë më i fortë i kësaj që ne po bëjmë dhe pasojat janë shumë të mëdha. Se nëse ti mundohesh të bësh në rastin që ne ndodhëm të bënim gjatë komunizmit, të ndërtonim makina, mbetesh pa ngrënë bukë. Ajo që ne na ndodhi në mënyrë të drejtë për drejtë. Prandaj ta sjellim në kontekstin e Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se tregtia mund të ndryshojë, ne mund të prodhojmë më shumë makina këtu, mund të prodhojmë më shumë çelik, mund të prodhojmë më shumë alumin, por në total ne nuk do të jemi më mirë. Sepse do të paguajmë më shumë për produkte të tjera. Do të paguajmë për produktet që vijnë për këto produkte dhe për produkte të tjera. Prandaj në përgjithësi, prandaj ekonomistët nuk janë dakord me këtë, sepse tregu çfarë kanë bërë, tregu ka gjetur eficienca shumë të larta, aty ku është prodhohet më mirë, më lirë dhe i merr që aty në mënyrë që njerëzit të kenë më shumë mundësi të blejnë më shumë gjëra. Okej. Në momentin që është parimi kryesor i kapitalizmit, unë nuk jam kundër kësaj, kundër globalizmit në ekonomi. Por t'ja thonë më tepër teleshikuesve se s'kemi gjë në dorë në këtë mes. Por ideja e barazimit të tarifave, të një konkurrence të ndershme, mendoj se është ajo që është thënë zotin Trump në këto tarifa.
krahas përdorimit të tarifave si element politik, pastaj është një problem tjetër. Ai ka një farë drejtë në faktin në atë aspekt që flet sepse që në mënyra se si prodhuesit amerikan trajtohen, por duhet kemi parasysh këto vende që na vendosin tarifa kundrejt Shtetet Bashkuara dhe nuk janë vetëm tarifat, ka edhe mënyra indirekte të tjera nëpërmjet ligjeve, nëpërmjet rregullave dhe mënyra të tjera që ata kanë që është administrata e presidentit Trump ka problem me vendet e tjera. Ato vende nuk na dëmtojnë vetëm ne, dëmtojnë edhe vendet e tyre. Për ta kuptuar, po ju sjell vetëm një ekonomist francez, ka jetuar 200-300 vjet para afërsisht, Frédéric Bastiat. Ai ka shkruar një letër, e ka quajtur peticioni I qiribersve. Edhe ideja ishte, në atë kohë, ai me ironi shkruante në Francë që shteti duhet I detyrojë ta përmbledhë shkurt, duhet I detyrojë njerëzit të mbyllin dritaret gjatë ditës, sepse kur I mbyllin ata dritaret, njerëzit do të duan të blejnë më shumë qirinj, ne do të prodhojmë më shumë qirinj dhe në këtë mënyrë do të rritet industria e qirive dhe ne do të jemi më mirë si vend. Dhe është thjesht sepse ata që bëjnë qirinj nuk mund të konkurrojnë me dritën e diellit, sepse drita e diellit është e lirë. Dhe ky është absurditeti I parë në një ekstrem, mund të themi I ndalimit të tregtisë. Është e njëjta gjë kur ne themi, nuk mund ta marrim nuk mund ta marrim një koltuk nga një vend tjetër apo nuk mund ta marrim një makinë nga një vend tjetër, sepse ne duam ta prodhojmë këtu. Logjika është e ngjashme. Pavarësisht faktit që ata mund të na vënë tarifa ne apo jo. Ata po dëmtojnë veten e tyre, na dëmtojnë dhe ne. Po kur ne I vëmë tarifa atyre, bëjmë të njëjtën gjë. Ne dëmtojmë veten tonë dhe normale do të dëmtojmë disi dhe ata. A duket kjo edhe aktualisht në tregtinë e produkteve të vogla nga kompani të tilla si Temu apo Shein, kompani kineze që shesin produkte shtëpiake ose produkte tjera online në Shtetet e Bashkuara? Po, patjetër, kjo është pjesë, janë bashkë të gjitha. Megjithatë, ajo që më ndikonte në këtë rast ishte se kishte një farë përjashtimi. Detajet nuk më kujtojnë për momentin, por kishte një farë përjashtimi për disa pako që vinin në një sasi të caktuar, vlerë të caktuar dollarësh, të cilat nuk prekeshin deri para pak kohësh nga tarifat. Dhe kjo një gjë që edhe presidenti Trump e ndryshoi sepse ju jepte një favor të madh këtyre kompanive, këto thjesht I tregtonin këtu nëpërmjet faqeve të tyre online, por gjithmonë ato vinin që nga Kina dhe kur vinin nuk vishin tarifë. Mirë po kjo ka ndryshuar me sa kam parë, me sa kam idenë unë të paktën. Kështu që patjetër që kam patur një favorizim, por ajo është thjesht pjesë, nuk ka rëndësi kush e shet Amazon apo e shet Temu ose dikush tjetër, nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Në fundit ajo produkt vjen nga Kina. Thjesht metoda se si vjen pastaj dhe kush merr një komision në mes ndryshon. Kemi parë dhe shqetësime nga giganti I madh I produkteve, shitjes së produkteve si Walmarti, që merr një pjesë të mirë produktesh që prodhohen në Kinë për shkak të çmimit më të ulët. A mund të ketë një farë rezistence nga kompanitë e mëdha ndaj zotit Trump për shkak të situatës që krijon kjo në treg? Patjetër do të ketë, sepse këto kompani do të ndikohen. Në momentin që mos tarifat janë 30% tarifat për momentin. Pra çdo produkt që vjen nga Kina do të kushtoj 30% më shumë sot se çfarë kushtonte. Jo çdo produkt sepse ndryshojnë disa produkte kanë tarifa të tjera, por në përgjithësi po flasim. Ato që kanë tarifa 30% dhe kishin 0, do të pagojnë 30% më shumë. Në këtë moment Walmarti është I përballur me një vendim për të marrë, të të arriti çmimin për vlerësve, apo do ta mbajë një pjesë të tij vetë, dhe patjetër edhe një pjesë e këtij çmimi të rritur mund të mbahet edhe nga ata që e shesin nga Kina. Pra le të themi, nëse një produkt kushtonte $100, tarifa është 30, ndoshta 15 le të themi për shembull, se nuk është e thënë, mund të ndoshta mbahen nga Sibar, mbahen nga Shitsi, në atje një pjesë mund mbahet nga Walmarti, po një pjesë do të kalojë tek Blersi. Ajo që duhet kemi parasysh është që tarifat ndryshojnë shumë gjëra. Mund t'ju sjell një shembull konkret. Kam një mik timin që punon në Walmarti. Dhe çfarë më tha? Para kur gjatë administratës të parë të Trumpit, u vendosën disa tarifa të ngjashme. Dhe çfarë ndodhi? Ata shisnin ca drita nga këto që ne vëmë në rruga kur hym tek shtëpia. Drita nga këto që vëmë që punojnë me anë të diellit dhe I vëmë te rruga kur vim tek shtëpia për të ndriçuar në natë. Ato pakot kishin 6 copë brenda. Çfarë ndodhi? Këta nuk e ndryshuan çmimin. Vetëm jo që njëra nga pjesë nga copë. Kjo
Këtë është e njohur, kjo është produkt e njohur. Ndodhin mënyra të ndryshme pra. Soldimi i produkteve brenda të njëjtës pampe, nga 6 drita e bën 5. Është një formë asaj që në anglisht ne e quajmë shrinkflation. Nuk ndryshon çmimi, por ndryshon sasia e produktit. Dhe këto janë mënyra të ndryshme se si bizneset mund të duan të përgjigjen, por patjetër ato janë, unë jam i sigurt që janë në mënyrë duke lobuar në mënyrë konstante në administratën e presidentit Trump që të uli tarifat apo të ketë sa më të ulta të mundshme. Ekonomia është një degë e vështirë, po bëhet gjithmonë më e vështirë edhe nëpërmjet tarifave, po ne duam që ekonomia e blerësve, e teleshikuesve tanë të jetë sa më në favor të tyre. Natyrisht analizat tona sqarojnë deri diku se si mund të shkojë drejtimi i ekonomisë. Do kishte ndonjë gjë tjetër të shtonit që ju ka ngelur në mend në lidhje me problemet e tarifave, zoti Klajdi? Besoj që i diskutuan pak a shumë të gjitha, ajo që një gjë që nuk e kemi fokusuar mjaftuar besoj unë është kjo, që ajo situatë që është krijuar për momentin është një situatë ku bizneset nuk kanë qartësi. Dhe është një situatë shumë e vështirë për bizneset për të marrë vendime. Ka shumë biznese me çfarë dëgjoj unë nga investitorë të ndryshëm apo nga komentatorë të ndryshëm që thjesht janë në pauzë për investimet e tyre, sepse nuk dinë çfarë po bëhet, nuk është vetëm fakti që do ketë tarifa, ne nuk e dimë çfarë tarifa do të ketë, sa do të ketë, sepse ka ndryshim gjithkohon. Dhe kjo në përgjithësi është një problem për ekonominë. Sepse ndalon investimet. Ndalon investimet dhe ndalon rritjen ekonomike. Prandaj shpresoj që sidoqë që të jetë zgjidhja, të paktën të kemi një farë zgjidhje normale që ajo që tham pak më parë unë jam për tarifa sa më të ulta të mundshme, por sidoqë të jetë zgjidhja, të paktën të ketë një zgjidhje që edhe bizneset si thua të marrin atë drejtimin që do të marrin dhe të gjejnë përgjigjet që duhet të gjejnë. Zoti Klajdi, si gjithnjë, ju falemnderit për analizën e thellë nga pikpamja ekonomike, por edhe nga pikpamja disi për teleshikuesin e zakonshëm, t'ia shpjegojmë fenomenet të rëndësishme ekonomike si ndikojnë praktikisht edhe në xhepin e tyre apo në jetën e tyre. Edhe njerë ju falemnderit për praninë tuaj në studio, miru takofshim në emisionet të tjera. Falemnderit e ju. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument, me të ftuarin ton në studio, zotin Klajdi Bregu, folëm mbi tarifat e presidentit Trump dhe ndikimin në jetën e përditshme dhe në xhepin e konsumatorëve. Miru takofshim.